Një 59 vjeçar është kapur dhe vënë në pranga pasi akuzohet se në bashkëpunim me familjarët e tij ka kultivuar 1275 bimë narkotike afër banesës së tyre në fshatin Aliaj. Bimët narkotike janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë disa javë më parë. Ndërkohë është vënë në pranga edhe një shtetas tjetër i dyshuar për dhunim banese dhe për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie e Madhe ndaluan shtetasin SSH 59 vjeç. Pasi gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, kultivimi i bimëve narkotike kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera, dyshohet se ky shtetas në bashkëpunim me familjarët e tij ka kultivuar në tokën afër banesës së tyre në fshatin Aliaj 1275 bimë narkotike, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë me datë 4 të nëntit 2025. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetasin XM 64 vjeç, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, dhunimi i banesës dhe vjedhja. Ky shtetas dyshohet se me 14/4 2024 në fshatin Buhot Puk ka dëmtuar stallën në pronësi të shtetasës GF, si dhe ka vjedhur bagëti dhe produkte ushqimore në banesën e shtetasit MF. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.